Një nga ngjarjet më shokuese të vitit 2025 ishte vrasja e aktivistit konservator të njohur Charlie Kirk në shtator në Universitetin e Utah nga Tyler Robinson, 22 vjeçar, i cili është i dyshuari kryesor i pandehur tashmë ka dalë përpara gjykatës në seancën e parë që lidhet me aksesin e medjave në sallën e gjyqit. Avokatët e Tyler Robinson argumentojnë se në fakt kamerat pikërisht në këtë ambient do të ndikojnë në një vendim apo gjykim të drejtë nga juria të 22 vjeçarit. Nuk ka qenë vetë e veja Charlie Kirk, Erica Kirk, e cila së bashku me organizatat e medjave kombëtare dhe lokale ka ngritur edhe një peticion apo një kërkesë kundrejt gjykatës në fjalë që do të marrë dhe vendimin se kamera duhet patjetër që ta transmetojnë të gjitha seanca gjyqësore që lidhen edhe me vrasjen e një ndër komentatorëve shumë të dashur nga qytetarët amerikan, Charlie Kirk, vrasja e të cilit shokoi dhe nxitin fakte dhe diskutimet shumë forta përsa i përket dhunës politike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të kujtuar pak ngjarjen, në shtator dyshohet Tyler Robinson, 22 vjeç, që me një tek plumb vrau Charlie Kirk teksa ky i fundit po mbante një tubim të hapur me studentët në Universitetin e Utah dhe në fakt në një mënyrë mjaft shokuese Charlie Kirk po flisej pikërisht për armbajtjen e lejueshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas kaq shumë muajsh, ende ka teori konspirative të cilat lidhen me vdekjen e Charlie Kirk, kur i kujtojmë një ndër to është edhe Candace Owens, e cila paraqet veten si një mikesh të ndjerit Charlie Kirk, që vazhdimisht komunikonte me të dhe shkëmbente mesazhe, dhe Candace Owens, një influencuese shumë e njohur amerikane me një platformë shumë të gjerë online, i shtyi në fakt ndjekësit e saj të besojnë se ka edhe një histori më të madhe pas vrasjes së Charlie Kirk, ku lidhen fakt të qeveri të ndryshme të botës, kundër të tjera akuzon edhe qeverinë franceze se dëshiron që ta vrasin atë Candace Owens. Përsa i përket situatës në këtë seancë të fundit ku paraqit edhe Tyler Robinson, ky i fundit ishte i prangosur nga duart edhe kyçet e këmbëve dhe buzëqeshi vetëm kur pa familjen e tij. Rikujtojmë se ishte babai i tij që e bindi Tyler Robinson që të dorëzohej përpara autoriteteve, ndërkohë që ky i fundit, 22 vjeçari, nuk është deklaruar ende fajtor.